Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kura natyrale me çaj kamomili që ka habitur edhe mjekët me efektin që ka për kujtesën dhe tretje. Në histori thuhet se kamomili është përdorur si ilaç tradicional prej mijëra vitesh për të qetësuar ankthin dhe për të qetësuar dhimbjet e barkut. Thuhet se ky çaj është konsideruar si një nga bimët e sigurta dhe është përdorur në shumë kultura. Disa studime kanë treguar se kamomili i përdorur në kombinim me bimët të tjera mund të ketë përfitime të mëdha shëndetësore. Megjithatë, si me çdo produkt të kombinuar, është e vështirë të thuhet se cilat janë përfitimet që vijnë nga secila bimë. Por është të parë se kamomili përdoret edhe si ilaçe të tjera bimore që ka lehtësuar shqetësimet e stomakut, urthin, të përzierat, madje edhe të vjellat, dhe mund të konsiderohet gjithashtu si një nga bimët më të mira të cilat mund të shtohen në dietat tuaja për të përfituar më shumë për organizmin tuaj. Gjithashtu, kamomili është përdorur si ilaç bimor në lehtësimin e shqetësimeve të urthit, stomakut, të vjellat dhe të tjera. Përzierja e kamomilit mund të ndihmojë edhe kundër dhimbjeve të barkut, duke ofruar gjithashtu edhe një lehtësim më të mirë të saj. Shpërlarja e gojës me kamomil mund të lehtësojë gjithashtu plagët në gojë të shkaktuara nga trajtime të ndryshme dhe mund të sjellë rezultate të kënaqshme më të mira për shëndetin tuaj të flokëve, duke sjellë kështu edhe një përmirësim më të mirë. Por kamomili mund të lehtësojë shqetësime të ndryshme të trupit. Kur përdoret në lëkurë, kamomili mund të ndihmojë në qetësimin e acarimeve të lëkurës dhe në shërimin e plagëve. Disa studime kanë dokumentuar se acarimet e lëkurës dhe shërimi i plagëve në gojën tuaj mund të lehtësohet me përdorimin e kamomilit. Disa studime kanë treguar se është efektive edhe kremi që përdoret kundër ekzemave në rezultate mjaft të mira në dukjen e lëkurës suaj. Por sa kamomil duhet të merrni në ditë? Ekspertët këshillojnë të mos e teproni shumë me kamomilin, ku mund të konsumoni 1 deri në 2 filxhan në ditë. Kështu përfitimet që do të merrni prej tij do të jenë vërtet mbreslënse në dobi të organizmit tuaj. Çaji i kamomilit është përdorur ndër shekuj për aftësinë për të lehtësuar dhe qetësuar. Mjafton që ta përdorni atë rëndësi edhe në lëkurat tuaja dhe kështu përfitimet që do të merrni prej tij do të jenë vërtet mbreslënse. Pirja e 1 filxhan çaji kamomili trajton të gjitha problemet e mishrave të dhëmbëve dhe do t'i japë lehtësime më të mira të tyre, citon Brightside. Çaji i kamomilit lehtëson dhimbjet e barkut, qetëson problemet lidhur me aparatin tretës. Nëse ju keni probleme me tretjen, çaji i kamomilit mund të relaksojë shëndetin tuaj dhe të sjellë gjithashtu rezultate më të mira në tretjen e ushqimeve. Çaji i kamomilit mund të jetë një trajtim efektiv edhe kundër problemeve të diarresë, madje edhe të vegjëlit. Nëse jeni në kërkime të mënyrave natyrale të sigurta për lehtësimin e problemeve menstruale, provoni çajin e kamomilit. Kamomili gjithashtu mund të aplikohet edhe në qetësimin e pickimit të insekteve, plagëve të lehta të lëkurës, kuqen e saj dhe acarimet nga dielli, duke siguruar kështu rezultate më të mira në dukjen e lëkurës dhe përmirësimin e gjendjes së saj. Kamomili është një bimë mjaft e mirë që mund të përdoret në shumë receta të ndryshme dhe përfitimet që jep trupit e bëjnë një nga vlerat më të mira për shëndetin tuaj. Çaji i kamomilit përdoret prej shekujsh në trajtimin e pagjumësisë, por ulluntimet tregojnë se kjo bimë është shumë e dobishme gjithashtu në dhimbje dhe në zbutjen e ndenjave të ankthit dhe shumë e mirë për tretjen dhe shëndetin e kockave. Kur pini 1 filxhan çaj kamomili pas darke, mund të ndjeheni më të relaksuar dhe gati për të fjetur, por nuk është vetëm lëngu i ngrohtë aromatik që ju qetëson. Kamomili ka veti që ndihmojnë gjithashtu edhe në përmirësimin dhe relaksimin, gati për të fjetur. Puna është vetëm që të jetë i ngrohtë dhe të ofrojë qetësime më të mira. Kamomili ka veti që ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së gjumit dhe të humorit, mbështet gjithashtu edhe shëndetin tuaj të kockave dhe lehtëson dhimbjet. Ja vlerat kryesore që do të merrni nga kamomili sipas Brightside në dietën tuaj. Çaji i kamomilit ndihmon me pagjumësinë. Çaji i kamomilit është përdorur prej kohësh në trajtimin e problemeve të pagjumësisë. Kjo është për shkak se
Kjo bime do të ofrojë vlera të shtuara në organizmin tuaj dhe do të ndikojë pozitivisht edhe në rritjen e përfitimeve të tij. Flavonoidet që janë kimikatet që japin bimëve ngjyrë dhe bollëk të antioksidantëve, ndihmojnë në trupin që të relaksohet nga toksinat dhe të sigurojë gjithashtu një gjumë më të rehatshëm. Çaji i kamomilit ruan gjithashtu edhe shëndetin tuaj të kockave. Çaji i kamomilit është shumë i mirë për shëndetin tuaj të kockave, sepse flavonoidet e kamomilit ndihmojnë kockat të riparohen, madje edhe që të rriten. Gjithashtu, kamomili mund të ndihmojë në rregullimin e aktiviteteve të shëndetshme të ndërtimit të kockave. Ky zbulim mund të jetë veçanërisht i rëndësishëm për gratë që janë të prirur ndaj osteoporozës, në menopauzë, në reduktimin e problemeve të estrogjenit dhe humbjes së masës kockore. Dhe përgatitja e recetave me kamomil në dietën tuaj mund të sjellë rezultate mjaft të mira në këtë aspekt. Çaji i kamomilit është një bimë shumë e mirë që lehtëson edhe dhimbjet menstruale tek femrat. 93% e femrave mund të përjetojnë dhimbje të forta gjatë menstruacioneve, por çaji i kamomilit mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në këtë aspekt, duke sjellë rezultate të kënaqshme në efekte të tilla dhe duke lehtësuar këto shqetësime mjaft të mëdha. Gjithashtu, çaji i kamomilit është një mundësi shumë e mirë edhe kundër ndjenjes së tepërt të ankthit, duke siguruar kështu një mbrojtje më të mirë në shëndetin tuaj. Kamomili është një bimë për ankthin kryesisht për efektet e saj në simptomat dhe në gjendje të rënduara. Duke siguruar një mbrojtje më të mirë të gjendjes suaj, do të jetë një mundësi e shkëlqyer për relaksimin e gjendjeve tuaja, sidomos kur jeni të nervozuar ose të stresuar. Disa njerëz e preferojnë çanin e kamomilit për të ofruar edhe një mbrojtje më të mirë të organizmit të tyre. Çaji i kamomilit është një nga varietetet popullore më të mirë të çajrave në treg dhe ka shumë përfitime në vlera shëndetësore. Këto përfshin aftësinë për ta mbajtur lëkurën më të shëndetshme, më të mbrojtur, për të ulur nivelin e stresit, për të rregulluar gjumin dhe për të zbutur simptomat menstruale. Ai gjithashtu rrit sistemin imunitar, trajton çështjet gastrointestinale dhe menaxhon luhatjet e sheqerit. Shumë njerëz kanë përfituar nga çaji i kamomilit, kështu që le të hedhim një vështrim të afërt nga disa përfitimet që do të merrni prej tij. Ofron një mbrojtje për lëkurën. Për shkak të natyrës së pasur të antiinflamatorëve dhe antioksidantëve, çaji i kamomilit mund të përdoret drejtpërsë për lëkurën. Ulluntimet kanë treguar se ky lloj aplikimit mund të përmirësojë ndjeshëm shërimin dhe të zvogëlojë pamjen e rrullave në fytyrë. Aplikimi i çajit të kamomilit mund të ulë stresin oksidativ dhe të rrahijë reagimet imunitare në zonat ku mund të bëjë mrekulli për shëndetin e lëkurës suaj. Çaji i kamomilit është një zgjidhje praktike, sidomos edhe në rritjen e niveleve tuaja të imunitetit. Në rastet tuaja më të vështira kundrejt problemeve të virozave, çaji i kamomilit mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë, duke ndikuar pozitivisht në rritjen e imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj sigurohuni që ta keni pjesë të dietave tuaja. Ai lehtëson stresin. Një përdorim i njohur i filxhanit me çaj kamomili është të menaxhojë stresin dhe problemet e ankthit dhe problemet e panikut. Pas një dite të gjatë në punë, kjo pije mund të rrisë nivelin e serotoninës dhe melatoninës në trup. Kjo është një mënyrë shumë e mirë që ju ndihmon të qetësoheni në momentet tuaja më stresuese, ndërkohë që ngadalësoni gjithashtu edhe problemet tuaja të imunitetit. Çaji i kamomilit është një mundësi shumë e mirë për personat që vuajnë nga pagjumësia. Një mënyrë tjetër që çaji i kamomilit mund të lehtësojë stresin dhe shqetësimin mund të jetë gjithashtu ndihma që mund të ofrojë për një gjumë më të mirë. Konsumi një filxhani të ngrohtë me çaj kamomili, jo kafein, mund t'ju ndihmojë të flini më shpejt dhe të zgjoheni duke u ndjerë edhe më të freskët. Ofron një kujdes më të mirë për shëndetin e flokëve. Përveç të gjitha atributeve mbreslënëse të çajit të kamomilit, shumë përdorues pohojnë se përmirëson pamjen dhe forcon flokët, ndërsa komponentët antiinflamatorë mund të ndihmojnë për të lehtësuar acarimet e lëkurës së kokës. Kimikate më të forta mund të forcojnë fijet e flokut, të eliminojnë zbogthin dhe në përgjithësi të japin flokut tuaj një pamje më të mirë dhe më të butë. Kështu do të ndikojnë pozitivisht edhe në dukjen tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprakje, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.